Zotri, zotrinj e zotrush, mirë se u gjej në Olti Curi TV në takimin e radhës në ditarin tim në YouTube. Bëni subscribe dhe faleminderit shumë të gjithë juve, jo heq kapelin imagjinare që një bërë miq në kanalin tim në YouTube. Po shohë pas herë këtej se kanë vënë gështenja për të zjerë, në një moment mund të hiqim flakët, të kthehen prap se duhet të heq nga zjarri që mos djegim shtëpinë. Siç po përpiqet të djegë shtëpinë e Big Brother VIP Kosova konkurrentët. Çfarë na ka bërë përshtypje? Hyn shumë vajza seksi, por edhe djem, por ajo që komentua më shumë ishte që nuk i njeh askush. Përveç në një Gerta Sa, komentora Ziri apo në tjetri, të tjerët ishin pothuajse të panjohur. Por megjithatë janë bërë shumë Big Brother VIP dhe kanë mbaruar VIP-at. Por ky Big Brother do jetë porno apo do të jetë sherr? Unë ju referova videove më të klikuar kur nuk janë bërë akoma 24 orë. Të gjithë mendojnë se do jetë porno, por kam përshtypjen se sherri shet më shumë. Do u flas pikërisht për këtë sot. Po. Të gjithë përpiqen, sidomos në emisionet televizive, aq më shumë kur fillon Big Brother i VIP, qoftë ai i Kosovës, qoftë ai i Shqipërisë, për të menduar se çfarë do shikojë shikuesi nga shtëpia. Sigurisht që gjatë ditës të gjithë janë me tuta, janë pa tualet, janë duke jetuar me njëri tjetrin, është ai momenti i vërtetësisë. Por do të menduar edhe për Prime-in që është 2 herë në javë dhe aty na duhen njerëz të bukur. Edhe po se hapën gojën fare, edhe më mirë është të mos e hapin, se nuk kanë çfarë të nxjerrin nga aty përveç se ajër, të paktën të jenë të bukur në paraqitje. Për këtë janë marrë konkurset e bukurisë në vite, meshkuj dhe femra, por jo tashmë duhen njerëzit e bukur edhe brenda shtëpisë së Big Brotherit të para, sidomos për Prime-in, sepse një fustan i bukur, një xhaketë e bukur, një kostum, një gjë e nxjerr kameran edhe më bukur dhe në ekran duken akoma edhe më mirë. Por ka dhe nga ata që janë dhe të bukur, dhe të zgjuar, dhe të shkatët, dhe mistrec, dhe seksi, edhe trazovaç. Pikërisht dje mundova të bëj një parashikim. Kishte shumë të bukur, edhe pse të paragjykuar, sepse pjesa më e madhe ishte me dhëmë të bërë, me hunë të bërë, me gjoks të bërë, me silikon, me botox, e gjitha këto, por jetojmë në vitin 2025 dhe gjithë shka pritet. Jo vetëm të meshkuj, po edhe të femrat, shumë të kuruar meshkujt, shumë të kuruara femrat. U mendua se do të jetë diçka seksi dhe thash për veten time se, pse jo. Të gjithë kanë menduar në kohët moderne edhe për klikimet. Seksi shet. Edhe thash me vete, mos është refreni i BB VIP Kosovës, seksi kësaj radhe, sepse ishte mes të tjerave edhe Bia Khalifa. Bia Khalifa është një personazh që njihet shumë sepse është një vajzë me origjinë rumune, ajo tha që flas 5 gjuhë të huaja, po ashtu si fliste shqipe kam përshtypjen se nëse flet edhe gjuhët e tjera, ajo nuk flet asnjë gjuhë tamam të huaj dhe po ti mbledhësh bashkë, ndoshta nga 5 gjuhë të huaja del vetëm një e saktë. Por sidoqoftë, ajo është një personazh i OnlyFans. Dhe të dalësh në OnlyFans nuk është se po del në bibliotekën kombëtare apo në një simpozium për të folur për biznesin, psikologjinë apo arsimin. Jo, duket se pikërisht Bia Khalifa është një në thojza pornostare, që shet fotot e saj seksi, ashtu si funksionon OnlyFans, të gjithë atyre të cilët pëlqejnë hiret e saj të bëshme. Dhe pikërisht për këtë mendova, Bia Khalifa, që është kulmi, pra është një vajzë e cila nuk fshihet dhe thotë që po unë shes seksin tim. Dhe për këtë është në Big Brother pikërisht për këtë gjë. Ajo nuk përtoi fare, por në pishin që natën e parë hoqi sutjenet dhe me gjoksin jashtë doli për të larë në pishinë dhe pse temperaturat ishin të ulta. Alba Pollozhani bëri të sajën. Unë mendova që wow, ky moment klipi do bëj bum. Ky moment klipi ku Bia Khalifa zhishet që natën e parë, heq sutjenat në një reality show me kamerat të ndezura, bingo. U bën klikimet e natës, bëri kulminacionin e saj. Dhe në fakt video sot ka mbledhur 1.2 milion shikime. Ju do të thoni që 1.2 milion shikime është video më e parë. Pra Big Brother VIP Kosova, refren do të ketë porno. Seksin. Por jo, sepse në qoftë se do të bëjmë një scroll apo do shikojmë se çfarë ndodh lart e poshtë pikërisht me videot dhe me klikimet e tyre në faqen e Big Brother VIP Kosova në Instagram, duket se kësaj radhe morëm atë përgjigje që kemi marrë dhe herë të tjera. Jo, shqiptarët vërtet e duan erosin, seksin, pangen e bukur, Bia Khalifan që zhvishet në pishin, me gjoksin jashtë, por më shumë çfarë duan? Më shumë duan atë gjën tjetër. Si the? Jo, atë. Po,
më shumë duan sharein, po, një share të mirë, një share që nxitet, një share I cili filloi. Në fakt, sharein e parë do të ta fillonte nga studio me prezantuesit për djegjen e valiçeve, Alba Pollozhani, por nuk I ndezi shumë. Më shpejt u ndezën në flag valiçet, se sa ndezi sharein Alba Pollozhani me prezantuesit. Sepse ndoshta ato e kapën që vajza është provokatore dhe e kaluan shpejt atë moment për të mos I dhënë më shumë peshë sa duhet, por Alba patjetër që do e ndezi sharein e saj brenda shtëpisë së Big Brother VIP Kosova 4. Ajo që ndodhi ishte sharein midis Edi Kuqit dhe Bia Kalifas. Dhe imagjinoni pak, klikimet kanë shkuar në 1.7 milion. Po, 1.7 milion përballë 1.2 milion kur Bia Kalifa isha e zhveshur. 1.7 milion herë është klikuar video, 500.000 herë më shumë se sa Bia Kalifa e zhveshur. Pra më shumë shqiptarët kanë preferuar që Bia Kalifan ta shohin duke bërë share me Edi Kuqin se sa ta shohin të zhveshur. Po më vajzë, vishu, nuk na duhesh fare zhveshur. Vishu dhe bëj share me Edi Kuqin dhe me gjithë njerëzit aty brenda. Me sa duket, refreni Big Brother I VIP Kosova këtë vit nuk do të jetë erosi, porno, por do të jetë sërish sherri, ashtu si në shumë Big Brother të tjerë edhe këte nga Shqipëria. Edi Kuqi, emri plot është Eduard Kuqi, është një figurë publike shqiptare, një personazh televiziv. Ai është bërë I njohur në emisionin reality show Big Brother Kosova 3-shi, është rikthyer prapë te 4 dhe nuk dihet pse është patjetër rikthyer, po ndoshta pikërisht për këtë punë, është bërë fillimisht I njohur Edi Kuqi nga emisioni Përputhen, kështu që është një njohje e vjetër me producenten e Përputhen Olsa Muhameti, e cila është producente Big Brother VIP Kosova dhe vjet edhe si vjet. Kështu që Edi Kuqi nuk është më kot aty, por Olsa e ka menduar mirë që këtë njohje të vjetër ta rikthej në vëmendjen e atyre të cilët ndjekin Big Brother VIP Kosova, spektatorëve kosovar, por edhe shqiptar. Momentalisht Edi Kuqi është shfaqur në intervista vjet për sa I përket marrëdhënies që pati me Driloni dhe ishte kundër gjestit, dhe më pas duket se gjëra ndryshuan, diçka u kthye kundër Drilonit ky djali, por nga ana tjetër, mbasi mbaroi kjo histori, sepse Driloni ishte një tullumbas që u shpraz shumë shpejt, nuk u morë me këtë gjë, mori atë çmimin, paratë dhe gjithçka tjetër, vazhdoi jetën e vet, por Edi u rikthye duke folur për kriptomonedat, me sa duket merret me këtë biznes online. Ndërsa Bia Kalifa është vajza me cilën ndoshta ai e ka kuptuar rëndësinë e zhurmës që mund të krijojnë të dy dhe e ka sulur për të bërë atë share të famshëm që ka bërë video më të klikuar të momentit nga Big Brother VIP Kosova, pa u bërë 24 orë, 1.7 milion klikime që nuk I marrin si marrin as këngëtarët më të famshëm kur nxjerrin këngët e tyre me video me investime të mëdha. Bia Kalifa është modele rumune e njohur nga OnlyFans, që e dini që është një sajt erotik ku nëpërmjet pagesave ti merr foto apo kërkon video nga personazhe shumë të njohur. Ajo tha që jam ninja, nuk e kuptova këtë, por ëndra ime e madhe thot nuk kam nevojë për ëndra sepse jam maloke rumune, tha në deklaratën e saj. Jam gati për skandale, ka deklaruar ajo, dhe nuk kursehet me pozat e saj hot, sepse pikërisht për këtë është bërë e famshme në OnlyFans. Po kam përshtypjen se kulmin e klikimeve të saj do e shikojmë pra pikërisht nga sherret. Deri tani, pavarësisht se thuhet se seksi shet më shumë se gjithçka, nga ajo që pam në orët e fundit në Big Brother VIP Kosova, vërtetuam që sherri shet më shumë se sa seksi. Video e sherrit midis Bia Kalifës dhe Edi Kuqit 1.7 milion klikime, ndërsa Bia Kalifa që zhvishet vetëm 1.2 milion klikime, 500.000 klikime më pak.